Andaj në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në hadithin që e tregon Ebu Dherri radhiyallahu anhu, një grup njerëzish prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam shkuan tej dërguari i Allahut, edhe i than: "Oj dërguari i Allahut, o pejgamberi i Zotit, tha ne kaluan neve të pasurit." Ata tha po falen siç po falemi ne të pasurit. Ata tha po agjerojnë siç po agjerojmë ne. Po ata tha po dhonë prej pasurisë të tyre. Po dhonë, po shpenzojnë, po dhonë sadaka. E na tha nuk po e kemi. Këta po mërziten pse? Se këtë po i kryjnë këta. Po nuk po kanë pare sikur ata pasunikat me dhonë. E tha që tu ne e kalun ata neve, ne kanë kalu, tash kemi me të mra, po që ky ishte shqetësimi tyne. E ja të është të sfarkire mërë ti, me kilometra, valla për shembull me 5.000, valla në e marë me 2.000, valla në e marë 0-0. Kështu ndodhë të na. Ja, ata nuk e kishin kitë problem çfarë deve për shalanaj, apo çfarë kale, apo diçka të ngjajshme. Po e kishin domethënë shqetësimin në punë e hajrit, në bamirësi e kishin shqetësimin që ata pasunikat ne e kaluan se po fitojnë shumë të dhon sadaka, na nuk po kena. E ky Islam, kjo fe, ashtu që keni dëgjuar përpara, është fe e lehtë, inna hadha din yusr. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kjo fe është e lehtë. Kjo fe është e lehtë. Edhe ka thonë kur i ka dërguar misionar të thirrsat në për vende të ndryshme të botës, ose kur kanë shku me luftue në për vende të ndryshme të botës, kanë pas beteja, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka dhënë këshilla të shkurtra dhe ju ka thonë shokëve të tij: "Yassiru wa la tu'assiru", lehtësane mos e vështirësoni fen. "Wa bashiru wa la tunfiru", përgëzoni njerëzit, uroni njerëzit, jepni lajme të mira, edhe mos i largoni, mos i friksoni, mos i tmerrani. Andaj ky din është i lehtë. Edhe këtu tash pasunikat po dhom, e na që s'kem pare me dush me dhom, edhe na kena mundësi me dhom, me bo sadaka. Dhe ju tha pejgamberi alayhi salatu wassalam shokëve të tij: "E walaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun", a nuk ja ka dhënë tha Allahu edhe juve mundësin, a nuk ja ka dhënë edhe Allahu disa punë që edhe ju me bo sadaka, edhe ju me dhon sadaka. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tregoi ku mund me dhon sadaka. "Inna bi kulli tasbihatin sadaqa", tha çdo herë kur thani subhanallah keni dhon sadaka, keni dhon lëmosh. "Wa bi kulli takbiratin sadaqa", edhe sa herë thani Allahu akbar keni dhon lëmosh, keni dhon sadaka. "Wa bi kulli tahmidatin sadaqa", sa herë thani elhamdulillah keni dhon sadaka. "Wa bi kulli tahlilatin sadaqa", edhe sa herë që thani la ilaha illa Allah keni dhon sadaka, keni dhon lëmosh. "Wa amrun bil ma'rufi sadaqa", edhe kur i urdhani, këshilloni njerëzit për të mirë, keni dhon sadaka, keni dhon lëmosh. "Wa nahyun 'anil munkari sadaqa", edhe kur i nani njerëzit prej punëve të këqija, i largoni njerëzit prej punëve të këqija, edhe këtu tha keni dhon sadaka, keni dhon lëmosh. Edhe në fund interesant, që ka njëherë njerëzit edhe po hotohen, sikur mos me një korr po thojnë diçka e re, e kjo është prej kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Wa fi bud'i ahadikum sadaqa", dhe kur keni marrëdhënie intime me bashkëshortet e juaja, keni dhon sadaka, keni dhon lëmosh. E të pranishmit wahabitën, ata që e pyetën pejgamberin alayhi salatu wassalam, i thanë: "O dërguari i Allahut, nëse ndonjëri prej nesh e kryen çefin e vet, e shfryn epshin e vet me bashkëshorten e vet, edhe këtu tha llogaritet sadaka?" Ju tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "A ra'aytum law wadaha fi haramin e kana lahu vizr?" Sa po, çapo mendoni nëse ai tha e shfyn epshin e vet në haram, a është ky tha mkat, a është gjëna? I than po gjithsesi. "Fa kadhalika idha wadaha fi halali kana lahu ajr", e çështu tha është kur e shfyn epshin e vet në halal, edhe ai ka, domethënë, shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala.